Dhëndri që helmoi vjehrën për t'i vjedhur pensionin, fillimi i tragjedisë dhe zbulimi i errësirës në zemër të një fshati të qetë buzë lumit Shkumbin, ku shtëpitë e vogla prej guri rrinin si kujtime të kohëve të vjetra. Jetonte Angelina, një grua e moshuar me fytyrë të rudhur, por me shpirt të ndritshëm, që kur kishte humbur bashkëshortin e saj, profesorin e matematikës që e kishte dashur më shumë se jetën, ajo kishte mbetur vetëm me vajzën e saj të vetme, Elira. Jeta kishte qenë e vështirë, por në çdo vështirësi, Angelina kishte gjetur një dritë, një arsye për të ecë përpara. Shtëpia e tyre ishte e thjeshtë, por e ngrohtë. Muret kishin aromë lulesh borengjik, sepse Angelina i mbante gjithmonë në kupën e drurit që i kishte dhënë burri natën e fundit, para se të ndëronte jetë. Në dhomën e saj të vogël, ora e vjetër e murit tik takonte pa pushim, sikur t'i kujtonte se koha nuk ndalet për askënd. Elira ishte një grua e butë dhe punëtore. Punonte si ndihmëse administrate në shkollën e fshatit. Kishte një zemër aq të madhe, sa shpesh i falte njerëzit, edhe kur nuk e meritonin. Para 4 vitesh, ajo ishte martuar me Arbenin, një djalë që në fillim i kishte dhënë përshtypjen e një njeriu të qetë, të edukuar dhe të përkushtuar. Por koha tregoi se njeriu nuk është gjithmonë ai që duket. Prejardhja e një errësire të heshtur Arbeni vinte nga një familje jo e pasur, por jo as krejt e varfër. Kishte qenë një djalë i mirë në rini, por me kalimin e kohës, shoqëria e gabuar dhe dëshira për të pasur gjithçka pa u munduar më kishin ndryshuar. Ai kishte punuar her pas here në ndërtim, por asnjëherë nuk qëndronte gjatë. E linte punën apo e lini nga puna për shkak të mungesës së disiplinës. Borxhet e tij nisën të shtoheshin. Fillimisht ishin të vogla, një shifër e marrë nga shoku i ngushtë për të blerë një telefon të ri. Pastaj u rritën disa lekë të marrë nga i njëjti shok për të paguar një qira. Pastaj edhe më shumë, para të marra nga njerëz të tjerë në qytet, të cilët nuk e harronin kurrë atë që u detyrohesh. Kur u martua me Elirën, Arbeni pa një mundësi të re. Elira punonte rregullisht, ishte e qetë, e besueshme, dhe në shtëpinë e tyre qëndronte edhe pensioni i nënës së saj. Një pension i vogël, por i sigurt, dhe për dikë që ishte mësuar të kërkonte rrugë të shkurtëra, ky pension u duk si dritarja që i lejonte të merrte frym. Shfaqja e errësirës në shtëpinë e Angelinës Angelina e priti Arbenin me zemër të hapur. E donte si djalin e saj, e kishte pritur gjithmonë atë moment. Të kishte një dhëndër që ta shihte si nënën e tij. Ajo i gatuante mëngjeset që ai preferonte, i hekurose këmishët, madje i jepte para të vogla kur ai shkonte të takohej me miqt. Mos i trego Elirës, i thoshte, për burrat është ndryshe puna, ju duhet të keni pak në xhep. Dhe buzëqeshte. Por Arbeni nuk e shihte atë si nën. Ajo për të ishte vetëm një portofol, një pengesë e vogël, e lehtë për ta larguar. Në fillim ja merrte pensionin fshehurazi. I tha Elirës që nëna duhet i paguaj disa borxhe të vjetra, dhe ajo e besoi. Elira gjithmonë besonte. Ishte tipi që mendonte se e keqja ndodh diku tjetër, jo në shtëpinë e saj. Por Arbeni nuk u ndal. Kur pa që askush nuk dyshonte, filloi të humbiste kontrolli. Filloi të pinte më shpesh. Filloi të bërtiste për gjëra të vogla. Filloi të vonohej natën. Dhe, kur borxhet e tij u shtuan, e gjeti zgjidhjen e vetme. Të fshinte atë që i rinte mes tij dhe pensionit, të vjerën. Fillimi i helmite gjitha nisi me doza të vogla. Ai kishte gjetur një substancë bimore me efekt dobësimi në një nga dyqanet e çuditshme në periferi të qytetit. Nuk ishte vdekjeprurse menjëherë, por krijonte lodhje, marramendje, humbje oreksi dhe dobësim të trupit. Saktësisht atë që ai donte. Një sëmundje që dukej si mosh, ai nisi t'ia hidhte në çaj. Në supë, në lëngun e mëngjesit, sa ju ka lodhur mosha, moj nën, i thoshte me zë të butë, por me sy të ftohtë. Jam plakur, Arben, përgjigjej ajo. Por s'më ka zënë kur kjo farë marramendje, gjithë jetën e Elira fillimisht, mendoi se ishin simptomat e zakonshme të plakjes. Por kur Angelina filloi të humbiste edhe kujtesën në momente të shkurtra, zemra e saj nisi të dridhej. Një natë, nëna e saj ra në korridor. Elira vrapoi duke bërtitur. Mami, ç'ke? Angelina nuk ndihej më e fortë. Ishte sikur dikush ja pinte jetën ngadalë, ditë pas dite. Mos u shqetëso, bija, tha me zë të vakët. Jam lodhur, shumë lodhur. Por ajo nuk e dinte se lodhja kishte një emër, Arben. Zemra e një nëne dyshon për herë të parë një mëngjes. Teksa po përgatiste mëngjesin, Elira pa diçka të çuditshme. Arbeni, që zakonisht dilte herët, atë ditë ishte shumë nervoz. Po përziente diçka në një gotë qumshti me shpinën nga dera. Nuk ishte lëvizja e tij ajo që e shqetësoi, por mënyra se si u tremb kur e dëgjoi zërin e saj. Ç'po bën, Arben? Ai u kthye me një buzëqeshje të tendosur. Thjesht po i hedh nënës një vitaminë. Doktori më dha.
Doktori, cili doktor? Ai u ngurtësua për një sekond, por pastaj tha shpejt. Ai i qendrës shëndetësore në qytet. Ajo nuk e besoi, por as nuk reagoi. Ishte hera e parë që një copë dyshimi i shpoj zemrën. Dhe kur dyshimi hyn në zemrën e një nën, nuk del më. Vendosja e kamersajo nuk ishte lloj personi që spiononte. As që i shkonte në mendje të vinte kamera në shtëpinë e saj. Por atë natë nuk fjeti, nuk mundi. Çdo herë mbyllte syt, i shfaqe fytyra e Arbenit duke përzier diçka në qumësht. Zgjohu herët në mëngjes. Shkoi në qytet dhe bleu një kamerë të vogël, sa një gisht. Një teknik i ri e ndihmoi ta instalonte në një vend të padukshëm në kuzhinë, poshtë raftit të qelçave. Kur u kthye në shtëpi, zemra i rrite fort, po bënte diçka që nuk mund ta kishte imagjinuar as në ëndrat më të çuditshme. Për ty, mami, pëshpëriti, duke parë nënën që flinte në divan. E vërteta që e rrëzoi botën 2 ditë më vonë, Elira mori telefonin dhe klikoi mbi regjistrimin e natës së kaluar. Duheshin disa sekonda që videoja të ngarkohej. Zemra i rrite aq fort sa mezi mund të merrte frym. Kur pamjet u hapën, asaj u ftoh gjaku. Në ekran shihej qartë Arbeni. Pozicionohej para tenxheres së supës. Nxori një pako të vogël nga xhepi. U sigurua që askush nuk po e shihte. U përkul ngadalë dhe derdhi pluhurin në ushimin e nënës së saj. Dora e dridhej aq fort sa telefoni pothuaj i ra nga duart. Syti u mbushën me lot, zemra ju bë cop-cop. Jo, Arben s'është e mundur, por ishte. E vërteta ishte aq e qartë sa një thik që i priste shpirtin. Në atë moment, çdo iluzion, çdo shpresë, çdo ndjenjë mirë që kishte pasur për burrin e saj u shua. Elira uli kokën mbi tavolinë dhe shpërtheu në lotë ngjirur të pashuar. Përballja që ndryshoi gjithçka atë mbrëmje. Ajo e priti Arbenin me videot në dorë. Ai hyri në shtëpi i qeshur, duke kënduar një këngë nën hund. Nuk e dinte që jeta e tij ishte gati të zbërthyej në një sekond. Elira qëndronte në dhomë, e zbet, me sytë e emtur. Ulu, i tha me qetësi të frikshme. Arbeni hodhi një sy dhe e kuptoi menjëherë që diçka kishte ndodhur. U ul ngadalë. Ajo i vuri videon në fytyrë. Shikoje vetë. Kur pamjet nisën, fytyra e tij u zbardh më shumë se muri. Në sekondën e parë, u përpoq të fliste. Në të dytën, kërkoi një justifikim. Në të tretën, e kuptoi se nuk shpëtonte dot. Elira, të betohem, nuk është ajo që mendon, ajo e ndërpreu me zë të ulët. Ti po e helmon nënën time. Ai uli kokën, në atë moment, shtëpia u mbush me heshtje. Heshtje që peshonte sa një mali. Vendimi i nënës kur Elira ja tregoi videon nënës, Angelina nuk qau, nuk bërtiti, nuk mallkoi. Vetëm mori frym thellë dhe tha, nuk dua burg për të. Elira u trondit, po ai deshi të vriste. Angelina i mori dorën. Po ti s'duhet ta shkatërosh jetën tënde për gabimin e tij. Le të largohet, le të zhduket. Falja është më e rëndë se dënimi. Por ajo nuk e fali sepse ishte e dobët. E fali sepse ishte e fortë. E fortë si vetëm nëna dinte jenë. Shtëpia e vogël pranë lumit nuk ishte më ajo që kishte qenë dikur. Ajri nuk ishte më aromën e supës së ngrohtë, as tingullin e qetë të hapave të Angelinës që ecnin të butë mbi dysheme. Në vend të tyre qëndronte një heshtje e rëndë, e ngarkuar me dhimbje dhe një trathi që kishte qarë zemrën e shtëpisë. Elira, pas asaj nate të tmerrshme kur i tregoi Arbenit videon, nuk flinte dot. Çdo orë që kalonte, çdo minutë, çdo sekond, mendonte, si nuk e kapa më herët, si munda ta lija nënën time në dorën e tij. Ajo e fajsonte veten, megjithse e dinte që nuk ishte faji i saj. Por kur njeriu të tradhton brenda shtëpisë, të duket sikur ke tradhtuar edhe veten. Nga ana tjetër, Arbeni nuk kishte më asnjë justifikim. Ishte kapur në flagrancë. Koka i varrej poshtë si një kriminal që pret vendimin. Por në brendësi, një luftë e çuditshme po i zien. Ishte mes frikës, turpit dhe një inati të verbër që i pëshpëriste. Nuk më kuptojnë. S'kam pasur zgjidhje tjetër. Jeta më ka rrahur shumë, por jeta nuk të çon kur të helmosh një njeri të pafajshëm. Nata e fundit e Arbenit në atë shtëpi pas përballjes, Elira nuk foli me të për disa orë. U mbyll me nënën në dhomën tjetër, ndërsa Arbeni qëndroi i ulur në divanin e sallës, duke luajtur me duart që i dridheshin. Jashtë era frynte dhe godiste xhamat, sikur donte ta merrte larg, ta shuante nga fytyra e botës. Në orën 3 të mëngjesit, ai troket lehtë në derën e dhomës. Elira hap syt. Angelina gjithashtu. Çdo, pyeti Elira me zë të ngjirur nga lotët. Arbeni flet butë me zë të ulët. Dua të i kiqësonte. Të mos bëj më dëm, të mos ju shqetësoj më. Një pjesë e tij mendonte se nëse largohej natën, ndoshta Elira do të mëshironte. Ndoshta ajo do të qante pas tij. Ndoshta do të hape një derë vogël shpëtimi. Por jo.
Elira e hapi derën vetëm sa për t'i parë syt, pastaj tha ftohtë, ik. Nuk të ndalon askush. Arbeni u hutua nga qetësia e saj. Nuk përplasi derë, nuk bërtiti, nuk sharoj, u largua me kokën ulur, duke marrë vetëm një çantë me disa rroba. Ndërsa doli në terr, dëgjoi zërin e Angelinës që nga brenda i foli qetë. Zoti të ndriçoft rrugën, Arben. Veç largohu prej nesh. Ai nuk kishte dëgjuar kur më të rënd një urim. Nis periudha më e errët e Arbenitaj nuk kishte ku të shkonte. Shokët e tij ishin larguar, borxhlinjtë ndiqnin dhe familja e tij vetë kishte hequr dorë prej kohësh. Çdo derë ku trokiste, i mbyllej. Çdo shikim ja kujtonte krimin. Ai nuk kishte maskën në këtë botë. Ditët e para jetoi në një dhomë të lirë pranë stacionit të trenit. Hante pak, flinte pak, dhe çdo natë mendonte për fjalët e Angelinës. Ato fjalë nuk e mallkonin, nuk e fyenin, ishin më të rënda se çdo dënim. Zoti të ndriçoft rrugën. Ajo e kishte falur. Kaq e thjesht. Dhe ky falje ishte më dhëmshme se çdo goditje. Një ditë, një njeri që i kishte borxh para, e kapi për krahun në një lokal të vjetër. Arben, ku e ke paran? Na ke lodhur. Nes na intereson jeta jote. Ai nuk dinte ç'të thoshte. As nuk kishte fuqi të kundërshtonte. Thjesht u ul në gjunjë në mes të lokalit dhe qau. I qau ashtu si fëmijë, me shpirt të thyer. Për herë të parë në jetë, kuptoi madhësinë e veprës së tij. Ndërkohë në shtëpi, shërimi ngadalt i Angelinës Angelina po përmirësohej ngadalë. Ilaçet e trupit e ndihmonin, por ato të shpirtit kërkonin më shumë kohë. Ajo nuk fliste shumë për Arbenin. Vetëm thoshte, ishte një djalë i humbur. Shpirti i tij ka rënë në grov. Jo ai, por gropa e mori. Elira kujdesej për të me një butësi, që vetëm fëmijët që e kanë parë vdekjen nga afër mund të shfaqin. I gatuante gjithçka të butë, i ndëroi rrobat me kujdes, i ushente shpresën se ditët e bukura do të ktheheshin. Por brenda saj, një luftë vazhdonte. Ajo mezi flinte natën, e pyeste veten, po sikur mos ta kisha vënë kamerën, po sikur ai të kishte arritur t'ia hidhte dozën përfundimtare. Këto mendime e qanin shpirtin. Një natë vonë, teksa po e shihte nënën e saj të flinte, Elirës i shpërthyen lot të heshtur. E mbuloi me batanie dhe pëshpëriti. Do të mbroj. Do të mbroj gjithmonë. Asgjë s'do të prek më. Dhe për herë të parë, pas gjithë asaj kohe, ajo ndjeu një grim paqeje. Fama e dhëndrit helmues, shpërndahet në fshati ishte i vogël. Fjalët udhëtonin shpejt. Një grua që punonte në qendër shëndetësore, kishte dëgjuar për ngjarjen. Pastaj ja tregoi kushërirës së saj. Pastaj ajo ja tregoi komshinjve. Brenda pak ditësh, e gjithë zona e dinte se Arbeni kishte tentuar të helmonte vjerën e vet një pasdite. Elira shkoi në dyqan për të bler bukë. Dy gra u larguan me shpejtësi, të turpruara se po flisnin për të. Por ajo s'kishte turp. Ishte viktima, jo fajtore. Elira, moj bi, më vjen keq për gjithçka, i tha furtari, një burr hundëshkurtër me zemër të madhe. Faleminderit, tha ajo qetë. Ai djale ka humbur mendjen, shtoi ai. Po të ishte për mua, e kisha futur në. Elira e ndërpreu e qetë. Zoti e di më mirë se në çfarë meriton secili. Unë dua vetëm qetësi. Furtari u li kokën. Kishte respekt për të. Askush në fshat nuk kishte treguar kaq forcë. Arbeni kthehet për të kërkuar falje një pasdite. Rreth një javë pas ishte larguar, dikush trokiti në derën e tyre. Elira u ngrit me një herë. Një pjesë e saj u mbush me frikë, një pjesë me inat, një pjesë me kurreshtje. E hapi derën me kujdes. Arbeni qëndronte para saj, i dobët, i ruar keq, me sy të skuqur. Ishte bërë hije vetvetes. Elira, të lutem, më lër të flas, ajo e pa ftohtë, pa emocion. Nuk e asgjë për të thënë që mund të ndryshoj çfarë ke bërë. Ai ngriti dorën si të lutej. Të betohem, nuk kam ardhur të kërkoj të kthehem. Nuk kam ardhur të kërkoj asgjë. Vetëm dua të flas me nënën një herë. Vetëm një herë, për t'i kërkuar falje. Ajo u drodh. E dinte që Angelina ishte e butë. E dinte që ajo nuk pranonte urrejtje. Por edhe e dinte që ky takim mund ta shpërfytyronte shpirtërisht. Nuk e meriton ta shohësh, tha Elira. Në atë moment, dëgjohet zëri i Angelinës nga dhoma tjetër. Elira lëre të futet. Elira u zbe. Mami, jo. Nuk të bëhet vonë, ai, e dua, tha Angelina qetë. Ka diçka që duhet të dëgjoj. Me zemër të ngrirë, Elira u tërhoq. Arbeni hyri. Hyri si një njeri që e di se po hyn në gjyqin e fundit. Takimi që shënoi fillimin e kthes Arbeni u ul pranë Angelinës, pa guxuar ta shihte në sy. Nën, tha me zë të dridhur. Kam ardhur të kërkoj falje. Të lutem, nuk kam justifikim.
Nuk kam fjalë, kam qenë i verbër, i humbur, i marr. Angelina e vështroi gjatë, qetë, pa urrejtje. Ti nuk më helmove, Arben, tha ajo. Helmove shpirtin tënd. Ati i rëshitën lotët, do të paguaj, do të punoj, do të rregulloj borxhet, do të iki, veç mos më mallko. Ajo buzëqeshi lehtë, unë nuk mallkoj, e mallkon Zoti nëse nuk ndryshon. Ai u rrëzua në lot para saj, dhe për herë të parë ndjeu diçka që nuk e kishte ditur se e kishte brenda vetes. Turp pendim, dëshirë për të bërë njeri. Plani i Angelinës që askush nuk e priste në vend që ta përdorte rastin për ta çuar në polici, në vend që ta dënonte me fjalë, Angelina bëri atë që askush nuk e priste. Arben, tha ajo, ti nuk do ikësh pa shlyer mëkatin, por jo para meje, para vetes tënde. Ai e pa i hutuar. Do të shkosh në qendrën e rehabilitimit për borxhlinjt dhe varsit. Do të punosh, do të paguash borxhet me ndershmëri, do të pastrosh shpirtin, jo për mua, por për veten. Unë dridhej ai, unë të meritoj një shans. Ajo ngriti dorën dhe i preku faqen. Çdo njeri e meriton një shans, por vetëm një. Në zemrën e Elirës lind një betejë e Elira i dëgjoi që të dy. Ajo e donte nënën e saj më shumë se jetën, por nuk mund të duronte idenë që ai njeri të merrte faljen kaq lehtë. Mami, shpërtheu ajo pasi Arbeni u largua. Ai mund të kishte vrarë, po nuk më vrau, tha Angelina e qetë. Jo fal ti, bërtiti Elira, por fal maceve tona, fal rastit. Angelina buzëqeshi. Ndoshta ishte Zoti që rrëzoi atë supë. Elira mbylli syt. Nuk mund të debatonte me atë logjik. Por brenda saj, një pyetje i kafshonte shpirtin. A mund të falet një tradhti kaq e rënd? Dita kur Ariani u përball me drejtësinë, ishte një nga ato ditë që njerëzit në lagje e përmendin edhe vite më pas. Mbase sepse askush nuk e kishte menduar se një njeri që dukej kaq i qetë, kaq i sjellshëm në sytë të tjerëve, kishte fshehur brenda vetes një errësirë që vetëm pretendimi përpara e kishte ushqyer. Por më shumë se për Arianin, lagja fliste për burbuqen, gruaja e moshuar që dukej e brisht si petalet e një luleje të vjetër, por që në brendësi mbante një forcë të heshtur, një forcë që i shpëtoi jetën. Kur vajza e burbuqes, Elona, hyri në dhomën e spitalit sërish pas disa ditësh, vuri re një ndryshim. Nëna e saj, që dikur mezi merrte frymë e mezi hapte syt, tani ishte më e kthjellët, më e fortë, më e pranishme. Krahas saj qëndronte mjekja, e cila po i shpjegonte qetësisht se do t'i duhej të pushonte edhe pak kohë, por rreziku ishte kaluar. Ndërkohë, policët kishin marrë Arianin në paraburgim dhe hetimet kishin nisur. Por historia nuk mbaroi aty. Një ditë, një oficer policie troket në derën e shtëpisë së motrës së Arianit. Ai kërkon të kontrollojë disa dokumente. Aty zbulohet diçka që askush nuk e kishte pritur. Ariani ishte në borxhe të thella prej kohësh. Kishte marrë kredi në emër të disa të afërmve, përfshirë edhe bashkëshorten e tij, Elona. Me rrogën modeste të punës së tij si teknik, ai nuk kishte mundur t'i shlyente. Situata ishte bërë aq e rëndë sa disa persona e kishin kërcënuar hapur. Kishte qenë pikërisht kjo dëshpërimi i tij që e kishte çuar në idenë të mëshme. Të marrë pensionin e vjerës çdo muaj duke helmuar pak nga pak, për talent të pavetëdijshme, por pa e vrarë. Sipas tij, ishte vetëm një zgjidhje e përkohshme, por jeta nuk funksionon me zgjidhje të përkohshme të errta. E vërteta del gjithmonë në dritë. Dhe ajo doli. Në gjyq, burbuqja ishte sjell me karrocë. Edhe pse tashmë ishte më mirë, mjekët këshilluan që të mos lodhej shumë. Salla e gjyqit ishte plot. Njerëz të familjes, fqinje, madje edhe të panjohur. Kur burbuqja doli përpara trupit gjykues, e mbështetur nga vajza e saj, gjykatësja i kërkoi nëse donte të thoshte diçka. Ajo ngriti kokën ngadalë, shikoi Arianin që ishte ulur me duart e lidhura dhe foli. Kam qenë si nën për ty, tha me një zë të lodhur por të qartë. Unë të besova. Ty dhe askujt tjetër nuk do t'i jepja çelsat e shtëpisë. Të futa brenda shtëpisë sime si djalin tim. Nuk kam urrejtje për ty, por kam dhimbje, një dhimbje të madhe. Salla e gjyqit u mbush me një heshtje të denje. Ariani uli kokën. Lotët i ranë në përfaqe, por askush nuk mund të thoshte nëse ato lot ishin pendim apo frikë për pasojat. Dënimi i tij erdhi pak ditë më vonë. Disa vite burg për tentativë vrasje dhe mashtrim ekonomik. Ishte një vendim i rënd, por i drejtë, dhe megjithse Elona ishte shkatëruar, ajo e dinte se fajin nuk mund ta mbronte me dashuri. Ajo vendosi të divorcohej dhe t'i jap fund një martese që, në retrospektiv, kishte qenë më shumë errësirë se sa dritë. Por ndërkohë që Ariani paguante për veprën e tij, diçka e bukur ndodhi në jetën e burbuqes. Pasi u kthye në shtëpi, burbuqja gjeti një zarf në tavolinën e saj. Brenda kishte një letër nga një organizat,
që merrej me mbështetjen e të moshuarve të vetmuar. Mjekja që e kishte trajtuar në spital, e prekur nga historia e saj, kishte bërë një kërkesë për ndihmë sociale dhe kujdestari ditore. Organizata vendosi t'i jap Burbuqes një asistente personale, një grua e re me zemër të madhe, e quajtur Nora. Nora ishte si një reze drite, e qeshur, e sjellshme, e durueshme. Çdo ditë i sillte Burbuqes diçka të re, ose një libër, ose një buqet lulesh, ose thjesht bisedë të ngrohtë. Brenda pak javësh, Burbuqja nisi të ndihej e sigurt, e respektuar dhe e dashur. Ajo gjente një lloj qetësie që nuk e kishte përjetuar prej kohësh, por gjërat u bën edhe më të bukura. Nora, duke qenë pa prindër që e vogël dhe e rritur në jetimore, e gjeti te Burbuqja një dashuri në bie që nuk e kishte pasur kurrë. Ndërsa Burbuqja kishte humbur gjithçka, por gjeti një familje të re tek vajza e re që i qëndronte pranë çdo ditë. Një pasdite, teksa pinin çaj në balkon, Nora u kthye nga ajo dhe i tha: "E di që nuk kam gjak tëndin, por dua të kem në jetën time. Ti je njeriu më i mirë që kam njohur." Burbuqja, me sytë që i mbusheshin me lot, i kapi dorën. "Edhe ti je si bia ime. Zoti ti jam mirënjohse që ma solle." Që prej asaj dite, Nora u bë jo vetëm kujdestarja e Burbuqes, por familja e saj e vetme e vërtet. Vitet kaluan. Burbuqja u bë më e fortë, më e gëzuar, më e qetë. Arjani, nga burgu, dërgonte ndonjë letër ku kërkonte falje. Ajo i përgjigjej gjithmonë me të njëjtën fjali: "Zoti të fal, se unë të kam falur." Asgjë më shumë, asgjë më pak. Në ditët e fundit të jetës së saj, Burbuqja u nda nga kjo botë e rrethuar nga dashuria e Norës dhe Elonës, me një buzëqeshje në fytyrë. Asnjëherë nuk e humbi mirësinë e saj, as në ditët më të errta. Në testament, ajo la pas një amanet të vogël dhe plot kuptim: mirësia nuk vdes kurrë. Edhe kur të tradhtojnë, mos u bëni si ata. Bëhuni më mirë, se jeta gjithmonë të kthen atë që jep. Dhe ashtu ndodhi. Nora vazhdoi ta kujtonte atë si njeriu që i dha kuptim jetës së saj. Ndërsa lagja, që dikur ishte tronditur nga krimi, tani fliste për të si shembulli njeriu që mbjetoi, që fali, që fitoi. Fundi ishte i bukur jo sepse nuk pati dhimbje, por sepse dashuria dhe mirësia triumfuan mbi likësinë.